Do doja të falenderoja dhe stafin e dhomës dhe personalisht zonjën Gaçe, jo vetëm si organizatore, por edhe si një nënë e mrekullueshme, e cila e ka bërë me shpirt organizimin e këtij panajeri, duke bashkëbiseduar dhe duke patur një partneritet me gjithë sipërmarrësit që janë prezent sot dhe janë për ju, për të ofruar oferta dhe promocione të ndryshme, gjithmonë për të plotësuar kërkesat dhe dëshirat e juaja. Unë jam i sigurt që edhe shiu që sot po bie nuk e prish të fest, sepse është festa e fëmijëve, është festa e lumturisë, sepse janë ta fëmijë që na bëjnë të lumtur. Dhe unë përshëndes dhe ju uroj gëzuar të gjithë fëmijëve shqiptar, kudo që janë. Thonë që shiu është bereqet. Në fakt, dita 1 qershor më vjen shumë mirë që sot thirrjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve të Dhomës së Tregtisë së Tiranës, së Bashkisë së Tiranës, po dhe të bashkive në të gjithë Shqipërinë e kanë ndjekur dhe janë bashkuar prindërit, bizneset dhe e gjithë shoqëria. Sot është dita jo vetëm e 1 qershorit, por dhe dita e prindërimit. Kombet e Bashkuara e kanë quajtur vlerë dhe kanë thënë, nuk ka fëmijë të lumtur nëse nuk ka prindërim të suksesshëm dhe nëse nuk ka një shoqëri që garanton suksesin e tyre. Unë do doja që t'ju bëja thirrje të gjithë fëmijëve të Tiranës, por njëkohësisht të gjithë fëmijëve shqiptarë që të vinë vizitojnë panajerin, të shohin këto stenda dhe këto promocione që Sipërmarrja Shqiptare ofron për ta, por njëkohësisht nuk duhet të harrojmë që Dhoma e Tregtisë ka organizuar dhe me bashkëpunëtorët e saj, të 3 ditët janë ditë festive dhe koncertesh.